Përshëndetje të nderuar miq, në datë 28 dhjetor, pra në ditë e fundit të vitit, Kosova shkon në zgjedhjet të parakoshme. Tashmë është në fushat, to janë zgjedhjet e treta brenda këtij viti, në një krizë fajtori në së cilës duket se do ta gjej me shumë gjasa vet populli, pra qytetarët e Kosovës në fund të këtij viti. Ndoshta me një shpresë, me një ndihmë edhe nga diaspora. Por aty varin shpresat edhe partitë të tjera, sidomos ajo që është aktualisht në detyrë. Për të folur për situatën politike atje, kam kënaqësinë që të kem të ftuar zotin Fatit Gesi, nga familja e madhe Gesi me kontribut gjatë luftës dhe pas saj. Zoti Gesi ka qenë dhe deputet në 2 mandate dhe tani është i kthyer. Por a ka më shumë ai nevojë për LDK apo Kosova për atë dhe LDK-ja për frymën e rrugovizmit, do të flasim me vetë. Zoti Gesi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje edhe për juve. Faleminderit. Zoti Gesi, Albin Kurti duket se rezultoi një kockë e vështirë, apo tani është fundi i tij dhe fillimi i LDK-s. Por edhe mbi gjitha, përse kjo frym tani e rrugovizmit ka më shumë po përdoret për të ardhur në pushtet, apo nga frika që edhe një pjesë e elektoratit mund vazhdoj që tik nga Kurti? Ndërum, Liria Demokratike është borçe të gjitha proceseve edhe orientim jo vetëm për Kosovën, po edhe për Shqipërinë dhe për gjitha tokat, besa dhe njështë Jugosllavi. Dhe për ata gjitha proceset të mëdha që kanë kalu për të mirën e Kosovës janë në për këto vija, në për ka Liria Demokratike. Këto tjerat janë më vonë. Nuk e di popullata anena e dini ju që në 91 na i kena mojt një referendum për pavarësitë të Kosovës. Unë njeri prej 36 komunat që kam qenë kryetari i referendumit në 1991 të Serbisë. Kem qenë fillestar në vendin e 90-ën që kem përmbys komunizmin para shumë vendeve tjera, edhe para juve atje. Dhe gjitha deklarata është i procedurë për marrë drejtë e shtetit. Që është procedurë, ka filluar deklarata kushtetuese, deklarata për pavarësinë e Kosovës, kushtetuta e Kaçanikut që delegat në 90-ën në frymën e LDK-s, edhe pse Serbia mendoi që i zgjidhej delegat shqiptar që janë të përshtatshëm për to, në frymën e Lidhjes Demokratike ku duhet gjithë ata delegat i dolën kundër Serbisë dhe punuan për vendin e vet, për popullin e vet dhe votuan kushtetutën e Kaçanikut. Prej kushtetutës Kaçanikut vazhdu me referendumin për pavarësi. Këto janë këshillat e miqve tonë që ishun drejt për drejt tidhëm e atëre kryetari i tashin ndjer i pavarësisë Kosovës, Ibrahim Rugova, asnjë hap nuk e bënte pa marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe për çdo javë konferencë për shtyp me miqësitë përhershme me SBA, me miqësitë përhershme me SBA. Kosova Demokratike hapën ndaj Serbisë edhe Shqipërisë me një mbikëqyrje ndërkombëtare si fazë kalimtare. Këto ishin hapat vendimtar, shahadet i kosovarëve për të mirën e Kosovës. Dhe gjithë këta hapa janë bërë përmes Lidhjes Demokratike, përmes orientimit drejt Lidhjes Demokratike. Se ne si shqiptar e kem pas në drejtimin që e morëm 45-ën, ishte drejtimi i gabum, tërësisht i gabum, kurse ne në Drenicë nuk e pranum atë ideologji, patëm pasoja, në përgjithësi Drenica, e ne si vllazën, si familje, patëm pasoja më të vëlla se tjetë, sepse nuk pajtum kur qysh me komunizmin dhe me ideologjinë slave, që ishte ndëm të përgjithshëm të shqiptarëve, po vetëm Drenica nuk mujti me bo kur gjë vetëm. Nuk e pranum, ke lufta nacional kombëtare Shaba Pollushës, di aty historinë ju e përcjellni, edhe familja jam ka qenë zavendse, Biftar dhe Halil Bajraktari, vllazit Bajraktar, kanë qenë zavendës luftës Shaba Pollushës, që se kanë pranuar ideologji dhe 7 moshkuj atëherë na i ka pushkatu Serbia, dhe jem ata që jem sot, jem bartës ti drejtimi djathtë dhe rrugës së presidentit Ibrahim Rugova me miqësitë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj unë mendoj që Liria Demokratike për një kohë një knockdown. Po për këtë do të pyesja, çfarë ndodhi pasi ndroi jetë zoti Rugova, pra sikur devijua dhe vitet më pas deri tani. Pra sulmet e tanaonëve ishin ndaj Lirisë Demokratike. Shërbimet e tanaonëve, edhe aty edhe shqiptarëve, që nuk po mujmë i quajtur në armiq, po mujmë i quajtur të padijshëm.
Unë i quajt padishëm, se njeriu i padishëm është i dobshëm për thvit vetë. Për shembull, mundohet që nuk jam profesionalist, ma shumë e du djalin tem se mjeku, po mi shërua me i dhonë në këqen e marrë qafë. Kurse mjeku nuk e ka kur gjë, po kur t'jam në këqen e shëruhet. Dhe më thonë, të padishmit tonë, u orientun luftën për pushtet, jo për shtet. E Lidhja Demokratike, kryej me Ibrahim Rgohen, e me njerëzit e familjet me vlerë në gjithë të tokën shqiptare, luftën e bëjshëm për shtet. Pra, ndau pushtetin për të bërë shtetin. E tash, në një tenka të servis, ju e diri që për mi 95% popullet kanë qenë në Lidhjen Demokratike. Dhe partia nuk e manë referendumin, nuk ka regla, mirë për mrena kushtet të okupimit, ne jem detyrua, unë vetë, si në komunën tem, Drenicës, pe i gjarët të 3.000 banorëve, sa i kem pas shkruum, në fletore kem shkru vetë, dhe kem organizu në një tenka të servis, edhe ju ndonë 99% populata ka vëtu pas një cent të organizim vullnetar. Dhe u shpoll gjuri i Drenicës, komuna Skënderajt, si më e mira që kem përcjell gjitha rreglat, dhe kështu ka ndo në për gjitha komunat. Disa komuna kanë pas pasoja, disa kryetar të komisioneve, dhe kjo është e vërteta që proceset për të mirën e përgjithshme të Kosovës kanë filluar nga ky organizim nga Lidhja Demokratike. Edhe sulmet më të mëdha që kanë qenë këtë drejtim për me hjek ato që ka morë ato për me morë pushtetin. Dhe më kena pas pasojna, kena pas edhe vrasa, këtë drejtim. Luftën për pushtet edhe për shtet, unë si jam i ri, për nuk kisha lexuar ose s'kisha besu, se kisha lexuar, po s'kisha besu që mund me ndodh ajo për pushtet datë bjë. Dhe më thonë, me i vra njerëzit batë mirë të mundshëm për më orë deri të pushteti. Unë mendoj kanë bërë një gabim të madh, që nuk do t'ja fol historia ata që ju kanë fluk me shkatru Lidhjen Demokratike. Tash jënë t'ju vrejt ato pasoja, pe tëra partive, e kanë hup orientimin. Orientimi hup, pe drejtimit që jena shku për Washington, jena hinë autoban, kthejmë për Rusi. Edhe për tjetër ka nuk di ku dalim tani, nuk di ku dalim, rrezik është me hije mësë me ditë ku del. Po, kush është platforma tani e LDK-s për të ardhur në pushtet? Pra, ka diçka të re nga zgjedhjet e 9 shkurtit, apo është ajo me disa ndryshime të vogla? Unë nuk jam dëni që për një ditë, për një kohë ka shkut më bë ndryshime, po unë pesha që ka filluar më vetëdisu, edhe pas pari një përpjekje madhe me hjek ata njerëz prej aty ose milion të pashfrytzuar, ka qenë e një organizimi nashta edhe brana vetë neve, brana edhe vetë LDK-s. Mas Dekës Rgoves ka pas që organizim, interesa personale, që më rëndësi ka qenë ata me konë dikun, e për tjertë shtu, për njerëzit që nuk ka pas më rëndësi, ka pas edhe marrëveshje koordinim, si për shembull me bloku Dekën tonë Skënderaj, pej mas Dekës Rgoves, nuk ka pas Dekës as zgjedhje në LDK-n komunën Skënderajt. Qëllimi ka qenë me blokue Skënderajin për neve vllazëri Geci me atë fuqi morale edhe njerëzore që kem pas, që i kem kryer gjitha proceset në Drenicë, thash referendumin, por pushka e parë bashkë me Adem Jasharin është nga kjo familje dhe përpjekjet e atyre për pushtet ishin vetëm neve më na larguan. Edhe unë pas 2 mandateve që i kumë pas, sa ishte gjatë presidentit, në momentin mas Dekës ti unë nuk ju angazhu, dhe kësoj radhe do t'jem aty, mendova shumë, po pas shumë miqve, vllazërive komplet, u detyrova edhe herë tjetër edhe do të provoj çka muj me bon për të mirën e përgjithshme. Programi orientimi jam është me zgju atë shtresën e heshtur, ato familjet e shnosha, ato familjet e pasër të kombëtarisht, që janë një knockdown, ty podi janë knockdown, dhe për të mirën e Kosovës me bo diçka më të mirë që është në interes të do me forcu shtetin. Kjo është përgjithë. Janë të kaluar apo ka akoma sa fraksionet heshtura që flitet në media brenda LDK-s? Thirrjet
prezencën, thirrja që ky Fadil, nga Kryqëzia Qendrore, ka marrë vendim, edhe më kanë thirrë që Fadil Gjeci ti duhet të jesh kandidat për deputet për Drenice, edhe degen mi organizu degen. Kjo është ku është shkurt, tash për 2 javë 3 ti me